Tragedia në Maqedoninë e Veriut shpëtoi 21 persona në diskotek, i riu del nga spitali dhe pritet si hero në shkollë. Mëngjesin e ditës së djeshme, 19 vjeçari nga Vinica, Jovan Konstantinov, i cili në zjarin që ka ploj diskotekën në Koçan shpëtoi 21 persona, është pritur nga shokët dhe shoqet e gjimnazit të Vinicës me duar trokitje dhe me pankarta mirënjohje për sakrificën dhe për guximin e tij. Ai ishte i shtruar në klinikën e toksikologjisë për shkak të thithjes së tepërt të monoksidit karbonit dhe për një javë ka marrë ndihmë mjekësore. Fatmirësisht ka dalë nga spitali në gjendje më të mirë shëndetësore. Zjarri që shpërtheu në klubin e natës Plus në Koçan të Maqedonisë Veriut, mëngjesin e 16 marsit i mori jetën 59 personave dhe la të lënduar mbi 150 të tjerë. Zjarri shpërtheu gjatë një koncerti me mbi 500 pjesëmarrës, duke u përhapur me shpejtësi pas ndezjes së mjeteve piroteknike. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë lidhur me ngjarjen e rëndë.